A jetë e ditë, u kanë një fjallë që ju ka rosh shumë në vesh, më thëshin jo je ferizajit, jo je kështu, edhe edhe hala më komentojnë me qëtë fjallë, kur unë e postoj diçka ose na i sen ma bojnë, a jetë e ditë? A jetë e ditë, a jetë e ditë, me haru s'po muj, s'jam të njoft as vetën, për to që po vuj, e di, po s'kam qka me t'bo, njejtën dhim me ty, une jam të nda. Qysh ndodhe që ke kangu po që ka shumë virale? Kështu ta prap, sa qenë më shelë sytë ndo këtë ka shku? Mrena një dite dhe me thonë, automatikisht nesër më nëvesh kish me lansu, u kanë ide e shoqës teme dhe jemja. Do me thonë, na dy jena shoqet ngushta dhe kena pas me batë që ta si plan diqysh mati edhen, edhe i ka arë momenti me lansu qatë në kohë, edhe u kanë perfekt, do me thonë, për mu kanë perfekt, veç pse dëgjosit e kanë kap një farë të fjalla jetë e ditë edhen, u kanë një fjallë që ju ka rosh shumë në vesh, më thëshin jo je ferizajit, jo je kështu, edhe nuk e din që jam e suarrikës. Kërë ka me ferizajit? Jo heq, edhe. Edhe kjo fjallë u kanë që në studio për një shkrojnë Arjanit mundet mu prish komplet teksti. Aden duhet gjithmonë mu koordinu në punën e vijes melodike. Kështu tash unë nuk më isha me knu aty, a jetu e dit, nuk shkon, dhe me thonë nuk funksionan eden. Edhe tash mu kanë kap për qëtë fjallë edhe pak, jo që mu më kanë bo diçka eden, absolut heq, veç që normal ka heq konga hlo ma shumë. Cili ke komenti ma interesant, nështë që ke hasë që të ditë gjatë kohës e konë të doj konga? Shka, wow, nuk ka pas në koment, veç që kjo fjallë a jetë e ditë, edhe hala më komentojnë me qëtë fjallë, kur unë e postoj diçka ose na i sen ma bojnë, a jetë e ditë? Amo e di, unë e di që kom kënu edhe. A ke ideja më shumë e jotja e shoqës? Edhe dyjave ka konë. Cila ke të e ditë në atë momente? Edhe dyjave ka konë, valla bila. Do me thonë dyjat e na konë... Në qasë situatë e edhe njën situatë, me thonë drejtë, nuk është najfar situatë që na kena gjetë vetën që aty, po ka shumë shoqni që aden janë të lidhuna shumë me zvetje, mujnë me gjithë vetën që aty edhe e kanë gjithë shumë për deri sa jo ka hecë, e kanë gjithë vetën. Po, edhe nuk është që e kom qitë prej vetë, se unë Arjanit normal i shkruj tekstat vetë, vijat melodike i bëj vetë, edhe që kjo është një farë përparësie që nashta dhe i knoj ma shumë me shpirë, se e di vetë që ka më lypë shpirti ja me knu, Po du mu lidhe dhe në shtu që tha edin vetë shpirti ëtë se që ka po do me knu. Cila nashta prej kongve, ose a ka naj kong që për një me kështu të ka bru për shpirti me naj moment që ti e konë të një qashtu, edhe e ke bo një kong, atë ndodhë na herë. Po, për shembull? Ndodhë, është normale për nanën edhe për babën. Edhe është një kong që e kom ceke edhe më herët që nuk e di sa arë flasë dyqysh emocionona shumë, sidomos me shkryt tekste për ta është begje një farë emocioni madhë. Edhe veç për babin, për nanën, normalisht ka edhe tekste tjera që janë adin ato për qikat, nuset, më thatë tash, ama këto janë taman tema. I kam 2 tema, do me thonë 2-3 janë që për babin edhe për nanën, e qaj është tema që mu më prek gjitha herë edhe që e kom shkrujt me krejt shpirt.